miratoj ligji numër 10L007 për ratifikimin e marrëveshjes për antarësimin e Republikës së Kosovës në Bordin e Paqes. Faleminderit shumë. Komisioni për Punë të Jashtme dhe Diasporë në bazë të nenit 83 të rregullores së Kuvendit, në mbledhjen e mbajtur më 22 prill të vitit 2026, pra në cilësi të komisionit funksional, e shqyrtoi projekt ligji numër 10L007 për ratifikimin e marrëveshjes për antarësimin e Republikës Kosovës në Bordin e Paqes dhe vendosi që Kuvendit t'i rekomandoj që të miratohet projekt ligji numër 10L007 pra për ratifikimin e marrëveshjes për antarësimin e Republikës Kosovës në Bordin e Paqes. Komisioni gjatë shqyrtimit të projekt ligjit konstatoi se ky projekt ligj ka për qëllim ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare për antarësimin e Republikës së Kosovës në Bordin e Paqes. Komisioni vlerësoi se objektivi kryesor i Bordit të Paqes si një organizatë ndërkombëtare është promovimi i stabilitetit dhe garantimi i paqes së qëndrueshme në zonat e prekura ose të kërcënuara nga konflikti. Komisioni po ashtu vlerësoi se antarësimi i Republikës Kosovës në këtë organizat do ta zgjeronte rrjetin e organizatave ndërkombëtare ku Kosova është antare. Pra duke pasur parasysh rëndësinë e këtij projekt ligji, ne si grup parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje e mbështesim atë me votë dhe ftoj dhe deputetët e tjerë që të veprojnë njëjtë. Faleminderit. Faleminderit e nderuar kryetare. Tani vazhdojmë me grupet tjera parlamentare. Nga PDK-ja, Elmir Eqica. Faleminderit kryetare. Nderuar zoti kryeministër, unë është një ministër të kamet këtu. Kolegë deputetë, nderuar qytetarë. Kemi një projekt ligj që është shumë i rëndësishëm dhe që me renditja është numër 10/L/007, i ka dhe këta numra 007 shumë interesant. Për ratifikimin e marrëveshjes për antarësim të Republikës Kosovës në Bordin e Paqes. Kryeministri dhe qeveria se në botë gjallë për këtë projekt ligj fare, ndoshta për shkak që sponsorizues ka qenë presidentja ose ishte presidentja. Dhe u tha dhe më herët që qëllimi i projekt ligjit është ratifikimin e marrëveshjes për antarësimin e Kosovës në Bordin e Paqes. Është shumë me rëndësi, është organizatë ndërkombëtare që synon stabilitet, qeverisje të besueshme, paqe të qëndrueshme në zonat të konfliktit. Rëndësia strategjike. Antarësimi është interes i lartë shtetëror, forcon sigurinë kombëtare, orientimin Euro-Atlantik të Kosovës, konsolidon aleancën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përputhshmëria juridike në përputhje me kushtetutën, me të drejtën ndërkombëtare, nuk cënon sovranitetin e Kosovës, nuk ka jurisdiksion mbi territorin e Kosovës, nuk ka detyrim për pjesëmarrje në misione pa pëlqim. Ju e kena miratu një ligj pikërisht për këtë çështje. E kemi bënë projekt ligj. Nuk ka obligime financiare automatike, çdo kontribut faktikisht, financiar, ushtarak apo civil, vendoset veçantë, që kemi vendosur edhe ne këtu. Respektohen kompetencat e Kuvendit dhe të qeverisë së Kosovës. Pozita e Kosovës fuqizohet, këtë rast, hyn si palë sovrane, palë barabartë, ka votë barabartë me të gjitha shtetet tjera, nuk krijon kompetenca mbi atë çfarë është kompetencë e Kosovës dhe domosdoshmëri që t'i ketë këto kompetenca për të vendosur përfitimet politike dhe diplomatike. E forcon e rrit pozitën ndërkombëtare të Kosovës këtë kohë kur kem nevojë shumë. Kredibilitetin e shtetit gjithashtu e fuqizon, hap mundësi për bashkëpunim me shtete që se kanë njohur Kosovën, për fuqizim të atyre aleancave që veç i kemi, dhe mund të siguron edhe njohje të reja. Struktura e Bordit të Paqes rregullohet me një kartë me 13 kapituj, përcakton organizimin, vendimarrjen, funksionimin e organizatës. Tash dua, ndërmjet që grupi parlamentari Partisë Demokratike të Kosovës e mbështet, bile ka kërkuar që ky projekt ligj të vi sa më shpejt këtu dhe të votohet. Një kronologji, sepse është e domosdoshme. Me 20 janar të këtij viti, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, Donald Trump, i ka përcjell ftesë me shkrim presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani,
për takim lidhur me marrëveshjen për Bordin e Paqes, që ka qenë një ftesë shumë e rëndësishme dhe shumë e peshë. Me 22 janar 2026, presidenti Vjosa Osmani ka dërguar letër sekretarit të shtetit të SBA-ve, zotit Marco Rubio, duke e njoftuar se Kosova e pranon kartën e Bordit të Paqes që nga data e kësaj letre. Kjo pastaj përbën njoftimin formal për pëlqimin për të lidhur me kartën në përputhje me procedurat e brendshme legislative Bani dhe që ti dëgjoni kushtetuese. deputetin. Me 12/02/2026, presidentja Vjosa Osmani ka dërguar letër kryetarës së Kuvendit, Alurina Xhiu, duke kërkuar që Kuvendi të miratoj pavonesë ratifikimin e marrëveshjes për Bordin e Paqes. Kjo ka qenë, do të thotë, Kuvendi është konstituar me 11 shkurt, ndërsa letra ka ardhur me njerë ditën e nesërme. Thotë që kanë qenë afatet procedurale për ta përshpejtuar këtë vendimarrje këtu. Pastaj kemi pauzuar gati se 2 muaj dhe me të parin prill, me 1/2026, kryetarja e Kuvendit Albuina Xhiu u ka përcjell deputetëve projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për antarësim e Kosovës në Bordin e Paqes. Po ashtu është ngarkuar Komisioni Funksional për Punë të Jashtme dhe Diasporë. Ne jemi takuar si komision me 14 prill, kem debatuar, diskutuar dhe kem zvarritur. Kem krijuar një grup punues, pastaj ai grupi punues realisht është takuar me 22 prill, s'kemi diskutuar fare, sepse ka ardhur një vendim shtesë, që ky projekt ligj nuk mund të ndryshohet, që kanë kërkuar në komision disa deputet të lëvizjes vendosje, duhet të votohet si i tillë, duhet të ratifikohet dhe të ecë tutje. Thotë krejt kjo zvarritje është bërë pa fare arsye dhe ka qenë krejt e kohë. Tash normal që ne e mbështesim, është projekt ligj i rëndësishëm, e kemi votuar më herët një projekt ligj të ngjashëm për dërgimin e forcës së sigurisë në Gaza dhe po shpresoj dhe besoj që ky do duhet jetë një mësim në të ardhmen që mos i zvarritim këtë çështje. Faleminderit. Vazhdojmë me zotin Anton Quni nga LDK. Të nderuara kryetare e Kuvendit, të nderuar kolegë deputet, kabinet qeveritar dhe qytetar të Republikës. Sot para nesh kemi një vendim që te kalon kornizat e thjeshta ligjore. Shqyrtimi projekt ligjit për antarësimin e Republikës së Kosovës në Bordin e Paqes nuk është vetëm një procedurë administrative, por është një hap i radhës drejt maturimit ton shtetëror dhe përmbushjes së vizionit ton nacional. Bordi i Paqes nuk është thjesht një tryezë diskutimesh. Ai është një mekanizëm global që mbikëqyr stabilitetin, ndërmjetëson konfliktet dhe promovon bashkëjetesën. Duke u bërë pjesë e këtij organizimi, Kosova pushon se qeni vetëm një konsumatore e paqes të importuar nga jashtë. Ne po shndrohemi në eksportues të stabilitetit. Ne kemi çfarë të japim botës, përvojën tonë të shtetë ndërtimit, frymën e tolerancës dhe vullnetin e palëkundur për dialog. Antarësimi në këtë bord i jep Kosovës një mundësi të artë për të riformësuar imazhin e saj në sytë e botës. Nga një rast post-konflikti, ne po kalojmë në një partner aktiv ndërkombëtar. Nga një subjekt i diskutimeve, ne bëhemi palë që vendos për paqen globale. Me mujt në zgjedhje dhe presidentin mas qëtij votimi me 103 vota. Me shfrytzu rastin me këtë unitet të jashtëzakonshëm të Kuvendit Republikës Kosovës. Konstatoj se me 103 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, Kuvendi e miratoi ligjin numër 10L007 për ratifikimin e marrëveshjes për antarësimin e Republikës Kosovës në Bordin e Paqes. Faleminderit shumë.